Mirë se erdhët në këndin e gatimit, ju përshëndesim. Zonja Vjosa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e? Po mirë ja kështu me këto përgatitjet e vitit të ri, duke u menduar që të sillim gjëra sa më të shpejta, sa më të thjeshta. Po, sigurisht edhe sa më shumë. Ju përshëndesim të gjithëve. Mirë se erdhët në emisionin tonë dhe sot do hym pak e ëmbëlsirat, Tradicionalisht shqiptarët e kanë baklava dhe ne nuk kemi kohën e dur që këtu të bëjmë një baklava ashtu siç është për të bërë baklavaja. Megjithatë, që ti hapim petet një nga një, kështu thanë, tradicionalisht. Po një nga një, është baklavaja që thonë në mënyrën turke, që është shumë e mirë. Unë madje e praktikoj në shtëpinë time, që hapet vetëm e një seshte, por unë mendova që të sjell një baklava për ato vajzat fillestare që sa po hedhin hapat e para për të mësuar diçka, një ëmbëlsirë të ëmbël. Dhe shumë e thjeshtë. Mund të përgatitet vetëm me arra, por mund të përgatitet dhe me kadaif. Të dyja së bashku. Pra emrin e ka baklava, sepse do dominoj pothuajse 50 me 50, peta me kadaifin. Atëherë do të marrim një pako petë të gatshme. Për një pako petë komplet, nëse për një baklava të madhe, ku ka 1 kilogram miell, duhet 800 gram gjalp, për këtë pakon e petëve do të mjaftonte 300 gram. Mbasi ne vetëm do t'i lyejmë dhe nuk do t'i hapim njëra për mbi tjetrën. Do të vendosim 6-7 petë, e shohim vetë trashësinë e tyre, dhe më pas do t'a mbushim me kadaif. Do të hedhim këtu një 2-3 lugë gjalp, do t'a përziem këtu ke kadaifi, pra 300 gram kadaif. Pra dhe zbut në një farë mënyrë. E kam tharë një qikë të kadaifin, e shikoni, shiko, është i shkrifët. Kemi 300 gram arra, mirë po. Unë kam shijuar diku një baklava të tillë, ëmbëlsirë, mund të them, quheni kadaif baklava, unë e vë emrin baklava, ku ka patur brenda dhe fruta të thata. Unë e përjashtoj fikun në rastin konkret, por përveç arrave, do t'hidhja stafide, boronit, do t'hidhja në qik hurma, po mendova që pale se si ju vjen ju në veshin tuaj kjo, dhe ndoshta nuk ju pëlqen, dhe thash vetëm me stafide. Ajo stafidja kur zbutet me sherbet, ka një shije të mrekullueshme dhe në kombinimi me arra. Disa nga anvisat kam biseduar me to dhe kanë thënë që baklava si hedhin dhe biskota ose diçka peksimave. Të thërmuara. Unë personalisht nuk i hedh. Të jemi sinqert, nuk i hedh, sepse mendoj që brum me brum, por nëse do t'a hidhja, do t'a kaurdisja dhe do t'a bëja pak krokante, me pak gjalp, nuk do t'a hidhja ashtu direkt, ndaq biskotën, ndaq pjesën e kësaj, peksimades. Peksimades, pra diçka të thërmuar. Këtu kam vetëm arra të thërmuara, kam stafidet, dhe për të përgatitur sherbetin, për masën që do të përgatisun, unë do të hedh 800 gram sheqer, kemi sheqerin nga kompania Ferra, të lutem do të ma sjellësh një pako, kam këtu 500 ml ujë, dhe për ato zonja që bëjnë baklava me 2 kg miell, ose do të hedhin 2 kg sheqer, atëre do të mjaftonte 1,4 litër ujë. Dhe, kjo është masa që. Do të atrazoshin mirë, do të atrazojnë mirë, derisa ajo të marri vlimin dhe jo ta lënë më shumë se 5 deri në 7 minuta të vlojë. Për arsye se bëhet pastaj si tutkall, bëhet shumë e trash. Këtu do të hedh pra ujin, do të hedh, sepse sherbeti duhet gjithmonë ju e dini që një nga përbërësit mirë do të ishte pjesa e petës e ftohtë dhe sherbeti i ngrohtë, jo në vlim, po ke temperatura 80 gradë, t'i bjerja jo vala e tepërt. Pra, nga kompania Ferra, kam sheqerin, zgjedhja ime për të gjitha llojet e ëmbëlsirave, po sidomos për sherbetin, basi ka një pastërti maksimale, për mua është më i miri në treg. Pra, unë e kam ja deri këtu, 200 gramshin, si që shikoni, shiko, uji është kristal, ja, ka një pastërti që nuk di që të them. Fjalët janë të tepërta. Mbasi të zjej, unë do të hedh një 5 kokra karafil. Për arome dhe... Po. Do të hedh 2 feta limon.
Do t'i heqë edhe këto farat. 2 feta limon dhe mbasi të zjej një qik, do të hedh 100 gram mjalt. Do të ketë mbëlsira një shije, ashtu si që është mjalti ke shëndat lija, Pra edhe sheqerin edhe mjalti. E largojmë këto dhe tani do të fillojmë të procedojmë në punën tonë. Po, pra në listën e përbërësit që janë për sherbetin, i kemi shfrytëzuar, si të thuash, 800 gram sheqer, ujë, vetëm mjaltin, karafilin, po, edhe lëngun e limonit. Tani kalojmë tek përbërësit e tjerë që do të na shërbejnë për ta përgatitur. Peta, gjalpi, kadaifi, arrat, kaq, I kemi edhe në tabel, kështu që mund t'i shohin anvisat her pas here. Nëse do ta bëja baklavan vetëm me arra, pa kadaifin, mund të hidhja një gjysmë lugë kanell tek pjesa e arrave. Nuk do t'i hedh sheqer, arrave brenda. Mbasi, mënyra se si do t'i vendosim ne në tavë, nuk do t'jetë nga ana e petës. Do t'jetë nga anë, do t'a presim në role, në një trashësi 3 deri në 4 cm, dhe do t'jetë një thel më vete, një fet më vete. Po thuajse në porcion, i hapim petët. Petët nuk është nevoja që t'jenë të thata për baklava. Jo, të njoma, mjafton që ato të piqen jo në temperaturë të lartë. Jo, e lëma atë, s'ka problem, vetëm a hiq petën. Sigurisht që këtë do të hapen njëra pas tjetrës, një nga një. I largon dhe tani këtu vendin e kemi të pastër. Hapim një petë dhe do të lyem njëra pas tjetrës 6 deri në 7 petë. I vendosim. Ja, se këto të nga qenë të holla fare? Po, shumë të holla, sepse petët për baklava që në kohën herët, kur unë kam qenë e vogël, dëgjoj edhe gjyshin dhe në nëntime që thoshin, duhet të lexohet edhe gazeta dhe shkruajat e gazetës, kisha nxjerr një... Aq të holla duhet të jenë? Po, aq të holla. Tani, do ta lyejmë petën komplet me gjalp. I gjithë sekreti i një baklavaje është ke peta dhe ke gjalpi, ha? Nëse peta e baklavas është e trash, atëherë s'bëhet fjalë për baklava, po bëhet fjalë për byrek të ëmbël. Tani, kjo është edhe për anvisat që baklavan ka vendosur ta realizojnë me petë të hapura vetë, si dikur për shembull petët hapeshin kudo, gjithë shtëpia, jo, nuk është nevoja fare, ashtu është vërtet, po nuk është nevoja fare që petët e baklavas të thahen. Tani e vendosim njëra për mbi tjetrën. Nëse unë them që kur bëjmë byrek e rrudhim, pak petën, në rastin konkret, peta do t'jetë e shtrirë mirë. Tani, është me letë, kveta e dytë, për të lyer, i lyem kështu anët. Kjo është edhe java, pra, kur zonjat përgatisin ëmbëlsirën, po e themi, se jo vetëm baklava përgatitet, çfarë do lloj ëmbëlsire dhe është mirë që ta përgatisim në shtëpi një ëmbëlsirë. Ka njerëz që bëjnë shumë ëmbëlsira, se ka disa që nuk i duan me sherbet, ka disa tjerë që i duan kështu të thata, ajo torta me bajame, për ata që i duan të thatë, është vërtet shumë e mirë për ta gatuar për vitin e ri, atë tortën që kemi bërë ne pa brum fare. Po, vetëm me miell dhe bajamesh. E lexojnë anvisat, e marrin recetën në balkanu.com, edhe në këndin e kuzhinës YouTube. Dhe se nëse nuk besojnë tek torta, mund të hedhin maksimumi 2 lugë miell, jo më shumë. Nëse e duan ato vetë. Por, torta bëhet shumë e mirë edhe me bajame. Me bajame, me miell bajamesh, shumë e shishme ishte një version. Kemi shtruar 3 petë, tani do të vendosim petën e 4. Ja, kemi gati. Pra, 7 petë do të vendosim njëra pas tjetrës të lyera. Po 6, 7, më varet sa e duan anvisat. Ka nga ato që nuk e duan rolen. Unë mendoj që 7 peta do t'jetë mjaftueshëm. Pra, sa u bën? 1, 2, 3, 4,
Ja, tani lyhet shumë shpejt. Është një baklava që mbaron për 20 minuta, vetëm përjashto kohën e pjekjes, që do ta pjekim temperaturën. Që është shumë e rëndësishme në fakt, për ëmbëlsirat, për baklavan, sekreti i gjithçkaje. Po. Jemi të sigurt që kjo do të shkërmoqet në gojë, për arsye se mënyra se si do të piqet, nuk do të jetë, thash që të jetë mbuluar nga peta dhe nuk arrim ta shohim. Do të vendoset ku arra do të jenë të dukshme, kadaifi i dukshëm, dhe ato do të thahen të gjitha dhe do të mbeten krokante kur të shijohen. Do jetë vërtet shumë e këndshme. Ju mund ta gatuani vetëm me arra, do të hedh edhe stafide. Ja, e hapim, mos ketë peta ajër, Edhe një kemi për të vënë tani? Po, e 6 dhe kjo është e 7. Shumë bukur. Ja. Sepse do shojnë ambisa se si do t'i trazoj të gjithë përbërësit në një tas të vetëm përpara se t'i hedh këtu. Po. Të fundi do t'a lyjmë në sipërfaqe apo do shtrojmë përbërësit? Po, mund t'a jo, edhe mund mos t'a lyjmë, sepse unë do të hedh gjalp tek kadaifi. Po, që do ta zbusim prapa me gjalp. Shumë bukur. Tani këtu. Kemi kadaifin. Do të përzijem përbërësit, se do të bëjmë një shkëputje dhe më pas kur të kthejmë do të hedh këtu gjalp, një 4 lugë, 3 lugë. Ta shohim për masat. 1, 2, 3. Ja dhe një 4. Dhe me duar, gjithmonë me duar, ambisat duke e thërmuar dhe duke e fërkuar me njëra tjetrën që komplet kadaifi të lyhet mirë me gjalp. Nuk lyhet mirë kadaifi nëse ne e vendosim, shiko, gjitet kadaifi në përduar. Ja. Tani mi hidh arrat, Niki. Lug-lug i do apo? Jo, hidhi gjitha. Gjitha, kështu si që janë. Po. Hidhi dhe stafide. Pra, arra kemi 300 gram. Mos... Ju kujtoj që arra ka dhe yndyrën e vetë, hedhim dhe stafide, dhe me këtë mbushje, ne do të mbushim pjesën e petës. I bashkojmë pra ish minuta sa do të shkëputemi, sepse do të dëgjojmë këshillat që ne apin sponsorët tanë, po thash mendova që ta shihnim pas publicitetit, që sepse mos e lëm në mes atë pjesën, se shumë e rëndësishme kjo pjesa e mbushjes. Publicitet rikthehemi shumë shpejt. Dhe ja ku jemi në kuzhinën tonë, vazhdojmë punën për përgatitjen e roles me kadaif dhe me pet. Duam ta përfundojmë në mënyrë që ta pjekim gjatë pjesës së dytë, sepse kemi dhe përbërës të tjerë. Një sekondë, sherbeti valoi, e ulim temperaturën. Nuk do ta lëm që të valoj shumë. Dhe tani do të hedhim këtu mjaltin. Aty hodhëm pra sheqerin, limonin, karafil, edhe ujin. Tani po hedhim edhe mjaltin, gjithka në funksion të sherbetit. Po. Dhe tani do ta lëm që të ftohet. Nuk e lëm mjaltin që të zjej. Mjafton kaq. Në këtë temperaturë mjalti u shkri. Do ta ftoj më një herë. Unë do marr masa, do ta vendos në ujë të ftohtë. Ndërkohë këtu kam vendosur një tenxhere ku do të kaloj, kam vendosur vetëm 1 litër ujë, do të shtoj në të 2 lugë lëng limoni dhe do të zjej karkalecat derisa ato të marrin pun 2 minutash, derisa do t'i zjesh pra, nuk do të skuqim, nuk të zjesh. Dhe më pas do t'i vendos në ujë të ftohtë, do hedhë ca copa akulli, të ftohen për një herë, se do të bëjmë një sallatë të ftohtë. Tani këtu e kapim rolen dhe pa e ngjeshur shumë, normal, ja. Këtu në fund, nuk e kam përhapur pjesën mbushse të kadaifit. Se nuk dua që të më thërmohen dhe të më dalin jashtë, por e fiksoj duke e lyer mirë me gjalp dhe ja, roleja u bë. Mirë është për ambisat në shtëpi, u bë një role këtu. Ja dhe tjetra. Tavër që t'i vendosim të dyja. Pra, me një pako peta, unë bëra 2 role.
I pestoni petat për gjysëm, 6. Një nga një i lyejmë me gjalp. Dhe na dolën 2 role të barabarta. Tani nuk do ta vendosim rolen kështu. Mirë ishte që në drasën e drurit, në drasën e punës, unë t'i vendosja 2 role dhe t'i lijem frigorifer për 30 minuta sa të ngrinte dhe gjalpi, se do t'ishte akoma më e thjesht për ta prerë, është shumë më e thjesht. Mendoj që duhet ta vëm këto tepsia. Janë pak të gjata, po e drejtë. Jo, do priten ato tani, unë do t'i pres, do guxoj. Ma lyej mirë tani këtë tepsin? Dhe këtë pjesën e parë, marr këtë thikën tjetër që kam pak më të hollë, Niki të lutem, më fal. Pra pas si kanë bërë mbështjelljen, anvisat mund t'i vendosin në frigorifer dhe më pas t'i presin. Duke ngrirë kjo në frigorifer, shiko, nuk thërmohet që t'na bien këto ingredientët e tjerë. Tham, do t'i presim 3 deri në 4 cm dhe është një porcion i vetëm. Mënyra se si do t'a vendosim në tavë është kjo. Ja kështu. Në këmbë pra. Pra, ku peta tjetë në pjesën ansore dhe përbërësit jenë të dukshëm. Në këtë mënyrë neve lehtësojmë punën, sepse nëse do ta prisnim pasi të piqeshe, Po, piqet shumë thjesht dhe nëse do të ngri nga gjalpi, do të bashkojmë përbërësit, këto thërimet këtu nuk do të na bien. Po. Ja. Paralelisht, po ju lexoj përbërësit në mënyrë të përmbledhur të recetës tonë. Role me pet dhe kadaif, një pako pet të gatshme, 250 gram gjalp, 300 gram arra, 300 gram kadaif, 100 gram stafide, ndërsa për sherbetin, 800 gram sheqer, 500 ml ujë, 100 gram mjalt, 4-5 karafila dhe një lugë gjelle lëng limoni. Vendosim njëra pas tjetrës pjesët e prera, dhe sa të mbushim gjithë tavën tonë. Do ta vendosim për të pjekur, si për do t'i luajmë në një gjë? Po, gjalpin që ka tepruar dhe mund t'ja hedhim. Mund t'ja hedhim kështu, të filloj t'i luaj pra këtë pjesët që... Po, jo, ja hedh kështu pika-pika, se po t'i luesh do me një lugë. Më mirë me lugë, se me fushë është më... Ja. Kjo është më madhe se ka 5 poshtë. Pra, të gjithë këto ingredient këtu, nuk do të dilin nëse ne do ta ngrinim, se do të bashkoj bashkë me gjalpin. Do të ngrinim, po. Tani ne vazhdojmë punën, zonja Vjollca. Po. Vendosim gjithë tepsin, do të ftohim. Ndërkohë unë vetëm do të kaloj, thash, karkalecat. Në një zjerë të dhe do t'i vendosim në ujë të... Po, me 2 lugë lëng limoni. Mirë, shkëputemi, është momenti i fleshit informativ, në do takojmë sërish në pjesën e dytë me vazhdimin e punës. Dhe mirë se erdhët në pjesën e dytë të këndit të gatimit në Vila 24, që shihni puna vazhdon edhe gjatë shkëputjes, në mënyrë që t'i kemi gati të gjithë përbërësit. Vetëm do t'ju tregojmë radhën e punës se një krem avokado me karkaleca, që nga titulli na intrigon pak sa kjo recetë. Dikujt i pëlqen që të ketë prodhim me deti, dhe jo dikujt, po shumicës. Do të më ndihmosh vetëm me ca gjethe koriandre, më nxjerrësh. Po, me resha të vogla. Po, shumë pak, nuk dua shumë, gjysmë tufej duhej. Një avokado, kemi një kastravec, nëse kastraveci është i madh, do ta presim për gjysmë, do ta qërojmë, do ta presim përsëri horizontalisht dhe do të heqim pjesën e farave një lugë të vogël. Ja, në këtë formë. Pra, i largojmë farat e kastravecit, kemi 4 lugë gjelle kos, por të trash, mund t'jetë edhe salcë kosi, kemi 3-4 lugë ketchup ose pure domate, por mund t'i hidhni ja 2 pika tabasco. Më falni, ja i pastruam këto të gjitha, dhe do t'i presim në kubik të vegjël, unë do t'a kisha bërë këtë punë, po nuk doli koha. Të gjithë këto do të përfundojnë, pra avokadoja, kastraveci në këtë tasin, kemi këtu një qep të vogël të kuqe të prerë në kubik shumë të vegjël, dhe lëngun e limonit, që mbasi unë i zjeva me 2 lugë lëng limoni karkalecat, do t'i vendos në një tas, këtë tasi këtu, dhe do t'i hedh lëng limoni dhe t'i lë të marinohen. Më pas, mirë është që të vendosen në frigorifer dhe të rinë për 20 minuta. Pra,
me një qese të mbuluar. Ky proces duhet të ri në frigorifer, të marinojmë mbasi ne nuk i kemi skuqur, por i kemi zier. Tani, në këtë tasin tjetër, do të hedh qepën, e grirë shumë imët. Pra qep të kuqe, do të hedh ketchup ose ketchup ose pure domate. Unë kam pure domate, pra 1, 2, 3 lugë gjelle. Do të mjaftoshin, se kemi sasi të madhe, rritet sasia e përbërësve, të gjithë. Pra, do të kemi këtu spec djegër, gjysmën e këtij speci, të pastruar nga fara, të shplar, dhe të prerë në kubik shumë të imët, jo shumë, se mvaret. Dikush nuk e dorë shumë djegës. Do të hidhja pak fare tabasco, nuk e kam shkruar për arsye se nëse do të përdorni ketchupin nuk është nevojë ta hidhni fare. Dhe një lugë gjelle uthull nga vera e kuqe. Këtu. Do të hedhim një lugë gjelle. Këtu do të hedhim pureja, speci, tabasco. Këtu do të hedhim edhe kastravecin të prerë në kubik njësoj si qepa. Është një si... Trazoj pak këtu që edhe të njësojnë të bëhen homogen, si një salce. Pra në kubik shumë të vegjël, është, s'mund të them salcë, se kjo nuk ka trajtën e salcës, po është një pjesë që plotëson salcën që do të përgatisim ne. Në salcë do të jetë vetëm... Një masë e tillë, pra, me përbërës të ndryshëm. Ndërkohë i kujtëm andisave se si vepruam me karkalecat, i zjem në ujë të nxehtë, para se t'i vendosnim për të zjerë i lyhem me pak lëng limoni dhe për shumë pak minuta, apo jo. Më pas i vendosëm në një enë me ujë të ftohtë, në mënyrë që të ndalomi procesin e zjerjes dhe ja ku i kemi. Kanë marrë të ngjyrën e tyre. I kemi hedhur lëngun e limonit që teproi nga 2 lugë që hoqëm ne. Dhe i kemi hedhur aty që të marinohen. Tani karkalecat do t'i vendosim në këtë tasin së bashku, mbasi të kaloj 40 minuta ose 1 orë në frigorifer, i heqim dhe i lëm te ky tasi për të marinuar me erën e kastravecit, me aromën e qepës, me aromën e salcës, ja, mjafton kaq. Do të hedhim pak fare gjethe koriandre të grirë imët, shumë imët. E hedhim këtu, i trazojmë së bashku dhe këtu i trazojmë përsëri me karkalecat. Lëm, sa pjata kemi, aq karkaleca i lëm pa trazuar për dekor. Ato më të bukura, si të thuash, i lëm... Sigurisht, i lëm. Për të dekoruar pjatën. Ja. I trazojmë këtu, ku edhe karkalecat marrin ngjyrën njësoj me këto përbërësit e tjerë. Është një antipaste ftohtë. Dhe i lëm këtu, mirë është, i lëm përsëri në qese, mbasi vazhdojnë ato të qëndruarat në frigorifer, i lëm për 15 deri në 20 minuta. I heqim tani. Gjithë të përbërësit kemi përdorur. Këtu, në këtë enë, do të hedhim avokadon. Kjo avokadoja ime është pak... Ta kthesh në krem avokado. Po, sigurisht, nuk është... Jo, nuk është shumë e pjekur, por mirë është që t'jetë e pjekur fare, se mund t'a krijojë edhe çik problem. Kastravecin do t'a përzish me avokadon, apo t'a largojmë? Do t'a hedhë dhe kastravecin. Pra, kastravecin e mbetur, avokadon bashkë me kremin. Po. I kemi gjithë përbërësit, besoj, në menu, po bëjmë një përmbledhje tani me listën e përbërësve të krem avokado me karkaleca. 400 gram karkaleca, një limon, një qepë kuqe, një spec degës, gjysmë kastraveci që do të na shërbej për më vonë, 3 lugë gjelle salcë domate ose ketchup, një avokado, 1 lugë gjelle uthull, 4 lugë gjelle kos, krip, piper i zi. Bashkë me avokadon dhe me kastravecin do ta bashkojmë edhe kosin? Po. Do të hedh këtu shumë pak
vaj, shumë pak. Do të mjapësh qik vaj, pak. Do të vaj ulliri. Pak fare. Këtë që përdorim për salat. Po. Do të hedhë salca, ma mure lugën, apo jo se ishte bërpis. Ndërkohë hedhim një sy nga ëmbëlsira në kadaiqi. Ëmbëlsira. Ka filluar të marrë atë ngjyrën e pjekjes, ngjyrën e kuqerem. Besoj se deri në fund sa të përfundojmë do ta sillim ta shohim, po se besoj se do të jetë bërë gati. Krip, do të hedhim piper të zi, mjafton kaq, dhe e kalojmë në një blender, e theksoj, mirë do t'ishe që avokadoja t'ishte shumë e pjekur, Po, që të kthehet me njëherë në krem. Në pure. Në të dëllë mjeti mund të përdorin në ambisat të pakësire në pure, dhe atë grishësën e qepës, mjaftojnë që realizohet të masa. Ma hedhe dhe atë kosin tjetër? Unë e kam salcë kosi, thash, sepse duhet një kos i plot. Si të shumë i lëngshëm, si të thua. Jo, nuk duhet shumë i lëngshëm. Dhe gjithë shka përfundoj. Kjo është kremi, me avokadon, kastravecin edhe me kosin. Kjo ëmbëlsirë tani, ëmbëlsirë, më falni. Ke mendjen te kadaifi? E kam sigurisht. Jo, desh të thosha nuk ka problem, le të qeshim i qiksemi për vitëri. Jo vetëm ëmbëlsirat servirim në gotë, dhe këto salcat i sajojmë, i rregullojmë në mënyrë elegante, duke i rregulluar sipas shijes së secilit prej jush, duke i rregulluar tani në për pjata. Tani nuk kam faj unë, se mi heq lugët ti dhe thua dhe merr njëra pas tjetrës. Vjollca përdor shumë lugë. Tani unë kam djerca gota dhe në fund të çdo gote e ndaj këtë sasi në 4 porcione. Kush do ta shihte, nuk do mendonte kur se është një diçka e kripur, do mendonte se është në një ëmbëlsirë, në një krem me ngjyrë jeshile. Por me të vendosur karkalecin, do ta vendosësh sipër, besoj? Po, patjetër, do të vendos një çik nga në mes, edhe nga një karkalec kështu anash. Ja. Mendoj që u nda në mënyrë të barabartë. Po, gjithë sasia, për 4 persona. Është për llogaritur me gramaturën që shohim në menun ton. Ka Po t'isha në shtëpi do ta provoja. Sigurisht që para ta vendosje në gotë madje. Kastraveci jep një shije të freskët. Tani do të marr këtë nga ky pjesa e përbërësve që kam bërë unë, këtu, do të vendos një çik në mes. Dhe secili nga ju e ndan vetë pastaj. Supozojmë se këtë do ta vendosnin edhe në frigorifer, pjesën e... Po, sigurisht. I thash ato pjesët e frigoriferit. Çdo gjë që marinohet është mirë të pushoj pak, sepse marinimi... Vendos tani këtu një karkalec, me një kaps do të punoj akoma dhe më mirë. Po, edhe vendosi dhe pozicionoje në vendin që duket më qartë. Ja, i vendos këtu. Vendos 2 karkaleca për çdo pjatë. Për vece festive, shumë e bukur, shumë e shishme, dhe shumë e shëndetshme. Po, sigurisht. Sepse gjithë përbërësit, avokado, kastravec, karkalecat, duke ditur vlerat që ato kanë, bishtat gjithmonë nga lartë, bishtat nuk i vendosim brenda në salcë, gjithmonë bishti nga lartë. Dhe këtë salcën që të pronë këtu, këto përbërësit e tjerë që janë kastravec,
përbërës të tjerë, i vendosim në një tas dhe sipas dëshirës, I shërbejmë. secili mund të marrë sa të dëshirojë, që mos ta ngarkojmë edhe pjatën, këtu. Tani, sigurisht edhe këtë karkalecin tjetër, Të pa përzierë. të pa përzierë, arrin që ta përzejnë secili sipas shijes së vet. Mund ta vendosim këtu në pjatë, anash, është me limon, ja. Përfshim në këtë mënyrë në fiksoj. menun tonë edhe prodhimet e detit. Po. Nuk e dija ju pëlqen? Ne vetëm ta shohim shite se çfarë pamje kemi në. Kush e shef në ekran, Po. të ofron vetë pamja. Imagjinon ne që jemi këtu kaq afër dhe që mund t'i prek mezi po Tani, presim të gjithë këto përbërës, sigurisht nuk do të mbeten në tas, i vendosim në një tas më të vogël, dhe me një lugë të vogël, secili i shton sipas shijes së vet. Mund ta vendosësh dhe aty në mes. Vetëm kamera ka e nxë, po besoj se po. Ja. Kjo është e gjitha. 4 gota me krem avokado dhe me karkaleca. Kjo është receta e dytë, ndërkohë si mendon zonja Vjosa, do të kemi mundësi ta sillim kadaifin, ëmbëlsirën këtu për ta parë deri në Mendoj që çfarë po. faze është. Mendoj që sepse edhe shumë faza kohë ka besoj se nuk i duhet. përfunduar, është tamam. Dhe Realizuam me pet, kadaif, me ara, me rusht të thatë, se cilën pet e kemi lyer me gjallë. vendose këtu. Kështu të radhitura mirë, bukur, në të njëjtën madhësi. Shiko. Sherbetin e kemi Po, sherbeti është. tjetër. I morëm të gjitha masat që sherbeti të na... Ja, e vendosim në këtë picetën këtu. Tani, për të qenë e sinqert, Është mirë t'i dhe sherbeti, tjetë sherbetin unë e kam ftohur, shiko. Kjo është e nxehtë. E mira e të mirave është që kjo të jetë e ftohtë dhe sherbeti të I jetë vakur. në temperaturën 80 gradë, jo më shumë, të jetë i vakur. Tani, për të qenë të sinqert, këtu nuk është pjekur akoma, e shikojmë, duhet të bëhet akoma dhe një çik më e verdhë, dhe më pas jemi gati për ta sherbetosur, se është gjuna ta sherbetosim tani. absolutisht, pse do Mendoj të- që djemt të mos u dëmë stomaku. bëjmë thjesht për efekt të minutazhit. Po provojnë Ne e lëmë frutat e presim. thata, se jo që vetëm janë të shëndetshme, por i japin një shije absolutisht shumë të mirë. Unë personalisht thash do të përjashtoja vetëm fikun, që ndonjëri që edhe mund të pëlqejë mund ta vendosi, vetëm prej farave të tij, do të vendosja hurma të coptuara, do të vendosja kumbulla të coptuara, fruta të thata, po jo duke kaluar tek ato frutat e sheqerosura, vetëm ato që janë të thata dhe që janë natyrshëm. Si të duket? Bukur, këndshëm. Do të thuash anisave nesër se si do të jetë në shije. Patjetër që ta provoj, do të Dhe jam të ftohet, do ta e pjekim edhe pak sherbetosim. një herë. Në momentin që është ftohur, mund ta shijojmë. Dhe është baklava, ha? Dhe sa Është shpejt që baklava bë. dhe shumë e shishme, po sepse është prekupacion më vete. Pjesa e baklavas të duket sikur do Gjithë të lyesh, javë ka angazhim sikur do imagjino. lyesh shtëpinë. Është e vërtetë. Është njësoj sikur do Kështu ka lyesh mbetur shtëpi, nga të bësh tradita. baklava sepse jo niseshtja, jo mielli, jo kjo Dhe jo dhe vetëm kalon një shumë person në thjesht. familje e bën, ë? Mund të mblidhen disa që sepse vetë nuk E në i fakt dilet. kurrizi del vetëm njërit. Kështu që. Am disa që hapin edhe 145 di unë. Po. Këto Është e ditë me që kam vërtetë. dëgjuar, Është e 145 për të realizuar baklavan. Edhe është dhe mbarësi hapja e petëve Është për bereqet. festat e fundvit. Bereqet për është e vërtet. E Faleminderit ke bërë në Niki. shtëpi baklava? Jo, nuk e kam bërë se s'kam patur kohë. Mirë, po e mbyllim këtu hapësirën e gatimit, do të takohemi sigurisht nesër me zonjën Vjollca, me ide të tjera që vinë gjithmonë në funksion të festave. Ja ku keni balkanue.com në portalin lider të informacioni, në rubrikën gatimi merrni të gjitha recetat e zonjës Vjollca. Është më së i nevojshëm se kur portali balkanue.com për ju që s'keni patur mundësi të na ndiqni, mësojini dhe gatuani për të mbushur një tryezë të bukur. Në YouTube, si gjithmonë, mos harroni të klikoni, aty na gjeni për të mësuar akoma më shumë edhe me anë të videove. Nesër, sërish. Patjetër këtu. E di që i ke menduar Mua prandaj s'ka dal koha se duke gjetur se çfarë mund të sjellë në Është emision. vërtet. Shihemi në pjesën e tretë bashkë. Mirupafshim.